Shumë njerëz, sidomos ata që janë moshë, që kanë probleme me prostatën, kanë probleme me infeksione të urinës shpeshta, kanë problem që kur qohen e kanë kryu urinimin, kur qohen dojnë me dale kanë djenën që apet ka dalë pak urinë. Qysh me vepru në këto raste? Vepro kështu musliman. E para, kur te kryen urinën, rri edhe pak ulën, jo shumë, për shkak se s'është e preferueshme shumë. Rri veç pak ulën, sa mundesh me kanë tash i sigurt, sa mundesh me kanë i sigurt që nuk del ma. Kur je i sigurt që nuk del ma, atëre e dyta e pastron venin e urinimit. Pasi që e ke pastru venin e urinimit, e treta e merr do ujë pak edhe i lag pak teshat vet me ujë. Jo shumë, i stërpik pak me ujë teshat përpara, breget, i stërpik pak përpara. Edhe qohesh. Tani, edhe në qofë se del ti nuk e din ma a është urina apo është ajo ujë që ti vetë ke qit. Dikush më është me thonë, e çka fitun bëksojna? Apet njëta, e ka dalë? Po, ka dalë. Vetëm na si musliman jem të zum pe Rasulit alayhi salam, mësum që më largu prej vezveseve. Do të thonë, qëllimi i shejtanit është me ta bëj këto vezvese dhe ti më kthy apet në banjë dhe me dalë dhe apet më kthy dhe me përfundu në banjë. Kjo është qëllimi i shejtanit. Na kundër kësaj na veprojna. Rrim pak ulën e pastrojmë. Qesëm pak ujë tesha u përpara edhe qohemi. Tash kur del urina nuk e dim a është uji që e kena bë vet apo është urina. Edhe me këta jem të paqt, domethënë nuk jem të sigurt që u kanë urinë, nuk jem të sigurt që u kanë ujë. E kena zbutat shkallën e sigurisë, po edhe jena largu për vezveseve, për shkak se vezveset janë shumë të këqija. Vezveset mundin me të bëj që thash me nejt vetëm banjë. Kjo është për qëllimeve finale të shejtanit me të bëj me nejt vetëm banjë. Kështu që vepron këtë formë. Urinon, rri pak ulën, e pastron, i lag pak teshat përpara, qohesh, del për banjës, mbështetesh te Allahu Azza wa Jall, edhe në qoftë se del nuk ka keqe me lejan Allahut Azza wa Jall për shkak se nuk është prej vullnetit tan, është smujt të cilën e kiti ose problem të cilën e kiti. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft e na ndihmoj gjithmonë.